Rrugës për në Kosovë u nis, por në destinacion nuk arriti. Njësitet policore e doganore i azun pritën, sepse në autobus dyshohej se kishte diçka. Mjeti po vinte nga Shqipëria dhe brenda tij nuk ishte asnjë udhëtar, një detaj që shtoi dyshime. Gjatë kontrollit të detajuar ku u përdoren qend nuhatës, u zbulua ngarkesa që ktheu kontrollin rutin në një nga kapjet më të mëdha të vitit, rreth 120 kg kanabis të fshehur brenda mjetit. Njësiti antikontraband ndaluan një autobus pa pasagjer në autostradën Ibrahim Rugova dhe shoqëruan për kontroll të detajuar në terminalin doganor. Gjatë kontrollit u gjatën rreth 120 kg kanabis. Rasti është dorëzuar njësive antidrog për procedura të mëtejshme. Policia i vuri menjëherë pranga drejtuesit të autobusit, duke ja kaluar fjalën organeve të ndjekjes. Me urdhër të prokurorisë speciale është arrestuar i dyshuari BK në autobusin ku u gjetën rreth 120 kg substancë narkotike. Hetimet po zhvillohen nga drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik. I dyshuari është ndaluar për 48 orë. Ky rast shënon një tjetër goditje të madhe ndaj trafikut të drogës, vetëm pak javë pas një operacioni të ngjashëm, të realizuar në bashkëpunim me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë. Me 30 tetor, në të njëjtin lokacion u kapën 250 kg kanabis.